Merrni lëvorën e bananes dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani më nga ky problem. Në të vërtetë, lëvorja e bananes ka shumë më të mira në përdorimet e saj kur bëhet fjala për trajtime të ndryshme të lëkurës. Më shumë se sa vetë banania që mund të ketë këto përfitime për lëkurën. Ajo ndihmon kundër pickimit të mushkonjave, efekt të cilat janë të menjëhershme për rrafët e zinj nën sy dhe për problemet të cilat vijnë edhe nga aknet. Por më shumë është e rëndësishme që pjesën e brendshme të lëvorës së bananes ta aplikoni gjithashtu edhe në sipërfaqen e lëkurës suaj. Kështu do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e saj. Gjithçka që duhet të bëni është të masazhoni atë në pjesën e sipërme të lëkurës dhe do të keni lehtësime të duhura kundër këtyre shqetësimeve. Banania është një nga frutat më të mirë i cili mund të konsumohet menjëherë pas mëngjesit. Kështu ndikimi që do të jetë është edhe më i rëndësishëm për dukjen tuaj të jashtme në plotësimin e mineraleve të duhura.